Kjo është kohë që është kështu, dhe këtu është problem sa herë që vje shi, fryn erë, jemi pa energji elektrike, dhe që është ma e keqja, që është për të ardhur keq, se këtu mungojnë sinjalet e rrezikshmërisë, mungojnë çanat bazike që duhet të ketë një kabinë elektrike, nuk ka asnjë derë. Kjo është në mëshirën e fatit. Përveç se rrimull pa drita, këtu është dhe rrezikshmëri për ne banorët, për fëmijët tanë, sepse nuk ka asnjë siguri. Dhe këtu ka humb jetën një njeri para disa kohëve në këtë kabinë elektrike. Prandaj është për të ardhur keq për zonat që ndodhin dhe që shteti nuk merr pjesë për asnjë gjë. Këtu kur ndodhin edhe defekte si transformatori ose ndonjë gjë tjetër, edhe si shtëpia gjithë banorët kemi sponsorizuar, kemi qit lek për çdo shtëpi për të prunë transformatorin dhe për të pas shërbimin e energjisë elektrike. Në 2000 kur unë kam migruar në Itali, kjo ishte një gjendje më të mirë, sepse kishte derën, kishte sinjal të rrezikshmërisë, transformatori nuk ishte i vënë për tokë, por kishte një dras, aty një tavolinë ku mbështet të sipër, një bazë, kurse sot nuk ka asnjë gjë.